Si e njohur me bashkëshorten? Përmes një të njohurit të përbashkët, që është kushëri imi, edhe është interesante joja jonë, është një ndjenjë shumë e fortë. Ishte dashuri me shikim të parë? Apo i the hajde dhe herë të çoh dhe herë tjetër? Jo, e ke fjalën në aspektin fizik, në çfarë aspekti? Dëgjoj, në aspektin fizik ai është burri më i bukur në botë. Kështu që besoj të gjithë këtë e thonë edhe nuk ka pikë më dyshje. Por kemi marrë kohën e nevojshme të dy për të njohur njëri tjetrin. Sigurisht, si çdo marrëdhënie, ka ulje ngritjet e veta, edhe po përpiqemi të bëjmë më të mirën. Domethënë kemi pasur dhe në ato turbulencat tona, momentet tona të vështira, madje shumë të vështira. Mund të kemi thënë ndonjëherë boll, po kur jemi rikthyer kemi qenë edhe më të fortë, si çdo marrëdhënie tjetër. Asgjë nuk shkon vaj në këtë botë. Kështu që mendoj që është bashkërrugtari që unë kam ndërruar, është njeriu i cili më jep siguri, është njeriu i cili nuk ka qenë kurrë xhelos për faktin që unë dal në televizor dhe ai jo, madje ai nuk pranon kurrë të dalë. Dhe thash, me gjithë të mirat dhe të këqijat, mendoj që ne kemi kombinuar shumë mirë, pra jemi dy gjysma molle që bëjmë një të vetme.